Gjirokastër me kolegun tonë atje Pironase, radhë të gjata janë krijuar kilometrike në aksin Gjirokastër Tepelen. Marrim më shumë informacione në këtë lidhje të drejt për drejt. Përshëndetje Piro. Në cilë përshëndetje, kam të pamundur në fakt që të dalë jashtë automjetit për të raportuar drejtës së drejti në komunikim me qytetarët, me djegësit tanë dhe me juve, pasi ka rebesh shiu, ka filluar një rebesh shiu, një suferin breshër që po bie dhe është pamundur të kemi një raportim drejtës së drejti nga vendjarja. Konkretisht, qëndron e izoluar aksi nacional mes Gjirokastër dhe Tepelenës për shkak të rënies së një masivi shtufor në afërsi të kthesës në fshatin Ormov, çka ka bërë të mundur dhe izolimin komplet të kësaj pjese të jugut të Shqipërisë me pjesën tjetër. Janë gati 10 kilometra është radha e automjeteve në pritje në dy krahët për të kaluar në njëri krah në krahun tjetër. Në vendjarje ndodhen forcat e policisë rrugore, ndërkohë që priten që të ndërhyet dhe nga ana e firmës koncesionare që merret me mirëmbajtjen e këtij aksi nacional. Situata është shumë e vështirë, kanë rifilluar sërish shirat para 30 minutash dhe po bien me një intensitet shumë të madh. Është e pamundur që të penetrojmë në zona të caktuara pasi nuk na lejon moti i keq, ndoshta edhe për shkak ruajmë edhe teknikën komunikative me juve për të mos a zënë lagësia dhe shiu. Ka problematika tjera përveç bllokimit të këtij aksi? Deri tani është ky bllokim, ka problematika në disa banesa në qytetin e Gjirokastrës, po jo kush e di se çfarë, po dëmi në të madhe ka pësuar bizneset në lagjen 18 shtatori, ku janë gati 67 biznese që kanë pësuar dëmtime shumë serioze në mallra dhe gjithsesi në fakt deri tani nuk raportohet ndonjë rast që të jetë kritik apo të ketë rrezikshmëri për jetën nga ana e banorëve në pjesën e poshtme të Gjirokastrës. Përveç se, siç thash, bizneset dhe një familje që është evakuar dje në orët e mbrëmjes vonë nga ana e zjarfikësve të Gjirokastrës, një familje e cila uji ka dëvërtuar në banesën e tyre, ka bëri të mundur ndërhyrja e menjëhershme e zjarfikësve të Gjirokastrës për të evakuuar këtë familje në lagjen Granic në pjesën e mesme të qytetit të Gjirokastrës. Lajmi i keq është që shiu sërish filloi sërish me intensitetin e mbrëmjes së djeshme. Parashikimi i motit është se kjo valë rreshjesh me shi dhe me breshën do të vazhdoj deri në orën 22, nëse do të kemi prap një situatë të tillë, do të kemi sërish agravim të situatës edhe në zonat të tjera të Gjirokastrës, ku deri më sot nuk kanë qenë të prekura nga ana e përmbytjeve. Mirë, faleminderit Piro, në rast se do të ketë situatë me njërë do të lidhemi së bashku. Ishim në raportimin e kolegut Pironase nga Gjirokastra. Ndërkohë që rreshjet e shiut që po bien me intensitet edhe në qarkun e Elbasanit kanë krijuar një fluks të lartë të automjeteve dhe vion që ky fluks të mbajtë paralizuar qarkullimin në aksin Cërrik Elbasan. Radhët janë kilometrike të automjeteve dhe vionjtë të qëndrojnë në trafik për më shumë se 30 minuta, ndërkohë që kjo është pak a shumë situata e cila është e përsëritur prej ditësh në zonën e kryqëzimit të Cërrikut, edhe pse në një kohë me rreshje të dendroshiu efektivët e policisë ndodhen në teren, por për të orientuar trafikun, ndërkohë që radhët janë kilometrike në aksin Cërrik Elbasan, atë që një ndryshe si kryqëzimi i Cërrikut i kthehet në fakt një gangrenet vjetër, ky kryqëzim problematik për sa i përket fluksit të lartë të automjeteve. Këto janë pamjet